Ndjemi më në fund që qëndrimin tëmë të 7 muaj e ka vërtetuar në gjykim edhe gjykata kushtetuese. Kuptimin që marrëveshje politike duhen, konsenzus të forca politike, marrëveshje politike për të ndërtuar institucionet. Dhe gjithashtu dua të shpreh edhe herë respektin tim për gjykatën kushtetuese, e cila pavarësisht gjendjes së vendi, nuk e ka lejuar veten të shndrohet nga një institucion i pavarur gjykatës në një parti politike. Gjykata ka ruajtur me rëneve strikt rolin e vet, kompetencat e veta, duke tentuar që në hapësirën e vet dhe kompetencat e vet t'jep me mesazhe porosi, po jo më shndru në një parti politike. Gjykata na tha kështu, unë parti politike nuk vëna. E shpjegoj procedurat ligjore, ama në fund, porosia e gjykatës ashtu si komentuar është që konstituimi i kuvendit është tërësisht vendim politik i forcave politike, edhe i deputetëve. Dhe nuk muj ne si gjykatë në ardhmë ju zgjidh e me ju bashkuar me ndërtu marrëveshje politike, se s'është roli i gjykatës. Pak a shumë kështu është interpretimi i gjykatës kushtetuese nëse interpretohet porosia. A votoni sot? Dhe, veç pak se kjo pa emrama është. Dhe çka tha tjetër? Tha që procedurat jenë respektuar, kemi pas kandidatë të propozuar, dhe këtu çdo që nga shën rregull. Partia e parë ka respektuar këtë pjesë të procedurave, çështja ka mbetur të mospasja votit së mjaftueshme. Dhe vota bëhet, si bëhet vota shtesë? Duhet gjatën i vota. Gjatën i vota, gjykata thotë e bën apelin e saj, bën thirrjen. Uli, bashkëbisedoni, tentoni me ndërtu konsensus ose marrëveshje politike. Dhe çështja ka mbetur këtu ku ka qenë edhe dje. Asnjë zgjidhje tjetër kurse që ka pritur. Nisma është ka reflektuar që nga dita parë, çka do të votojmë, çka do të votojmë? Pro, kontrol ose abstenim? Çka do të votojmë? Vetëm hapjes, votimin e ushqimit Edhe herë, marrëveshje politike. Duhet marrëveshje politike, ashtu siç bën në demokracitë e qytetëruara, ulën forcat politike, ndërtojnë marrëveshje politike, marrin disa obligime, ndërtojnë partneritete dhe në këtë drejtim nisa është e hapur, siç ka qenë prej ditës parë. Prandaj edhe po them, ky gjykim është në funksion të asaj që ne kemi paralajmëruar tash 3 muaj që duhet ulën bisedohet, dhe besoj që në momentin e fundit që forcat politike të kthehen në tavolinë, se kjo çështje që është mbrana ka veç një zgjidhje. Zgjidhja është politike, përmes vendimeve politike, e jo përmes rrugëve juridike, sepse kjo çështje juridike është e shpenzuar edhe me vendimin e dieshëm të gjykatës kushtetuese. Faleminderit.